Mirë të kështë bërë ta kështë pari. 2 sekundë, ja që i dështuar, se duhet marrë që vjerë informacion të pysësh atë malin. Cilin? Pysësh e malin, qa u dha në klip. Për çfarë? Edhe të kuptosh që shumica e videove që u transmetun janë të para 60 ditëve. 70 ditëve. Që ti përpara sa të konsolidoje pëlqimin të me brikenën, ke provuar në anë tjetër. Ke provuar në anë tjetër. Nuk më duhet ta pyes malin fare, kam shumë qartë informacionin e Po klipit. ti s'ka si lloj informacioni o vllai, ti jetë në kod me hipoteza, me jentate, me imagjinatën tënde. Këto janë gjërat që ne shohim në klipet e Big Brotherit. Mendimet e mia dhe të Arvit për shembull janë shumë të ngjashme në klip. Po patjetër kur do t'i porë. Jo kur do. Kur do t'i porë, Në fakt janë. E mban mend çfarë tha. Po kur do t'i porë. E mban mend çfarë tha. Prandaj djalosh, bëj përputhjen tënde me brikenën. Konkretizoje kur të mundesh. Ti do të shofësh nga shtëpia. Futit puthme. Ti do të shofësh nga shtëpia. Futit puthme. E kupton ti unë veten, na mund të shkosh të marrësh jashtë këto tjerët dhe ne çon mohabetin ik futit puthme. Ti thjesht ul veten tatë, miku, mos bën asnjë gjë. Thjesht ul veten aq cegët. Unë thjesht besoj që ju aq shumë lidhjen tuaj të brenda keni mekanizëm me nivel nga ato që mturren nga mbrapa këtu të maguzut, të më fal mua i futuni të puthme. Thjesht ul veten tatë. Mos bën asnjë gjë, thjesht tregon Fiks fytyrë që ke. Po sigurisht. Fiks fytyrë që ke. Që ka mund është ajo e njeriu që marrëdhënien tënde me brikenën e sheh për atë që është. Një marrëdhënie që ka ardhur në Big Brother. Ti që thu ju Elës, do kisha dash, kisha dash. Le më ju Elën se një fjali është. Ti ke mirë 700 ditë të tregoj ju Elën. Le më punë të kisha dash. Nikolit. Ke 2000 ditë. Se Senaldo Seliname burr. Si ti Selin. Po si bojmë flirë Selinit as si kam bën ndonjëherë. Është e vetëdijshme ajo. Dhe shkon dhe gjithë shkon dhe mendon tre këndçat. I herë s'ka marrë akush për këtë punë. Dhe i vetë në momentin që Gimbo është jashtë, si kundërshtar i saj dhe në dhomë trofimit, duke bërë fiksin e të gjëra për cilat kritikove Gimbon para 2 javësh.